por sot Stella do të na sugjeroj një krem vetë nxirës. Atëre, shumë kollaj, si që kemi një krem zbutës, hidratus në shtëpi, unë zakonisht përdor krem pa aromë, që mos të ketë ato sa më pak të jetë bimor, të gjitha këto me radhë, mos i përsërisim gjithmonë. Ky kremi që kam marrë, që e përdor hidratus në shtëpi, do hedhim kakao, një lugë kakao. Pra kakaoja bën atë rolin nxirës. Edhe vaj ulliri. Po. Edhe këtu është opcionale, mund të përdorim vaj ulliri, mund të përdorim prap vaj kokosi, çfarë të kemi ne në shtëpi ose çfarë dëshirojmë, sepse vaj ullirit e ka dhe një çika të aromën e fortë. Po. Por që mua më pëlqen më shumë. Pak fare sa t'jap atë shkëlqimin ndoshta lëkurës. Po. Ja. Këtë tani do ta lëm pak që kakao të bëhet njësh me kremin. Kjo duket si ëmbëlsirë tani. Si krem kakao. Po. Kështu si që kemi, por këtu tani e dim që nuk është se do t'a shplajmë. Ku ta përdorim një çik? Te krahët. Do përdorim një sasi të pakët. Po. Ja. Ja, të dyja. Jep thjesht një teksturë të lehtë fare, plus shkëlqimin që ka. Te ty ndoshta duket më shumë. Shife. Ndihet kjo aroma e lehtë fare, pra jep një teksturë shumë të lehtë lëkurës dhe një shkëlqim. Edhe kjo nuk pretendojmë të bëhemi sikur kemi qëndruar një muaj në plazh, por një teksturë të lehtë e merr kremi i përfitshëm. Por që ngjyrë jep shumë të bukur edhe shumë natyrale. Unë kam çik me ato kremrat që janë tani në treg, okej, përveç se ato përbërësit kimikatet që themi gjithmonë, por ka dhe një aromë që unë nuk e duroj dot. Ajo aroma është karakteristike ati ingredienti që duhet, po, që duhet, se s'bën, çfarë do lloj kremi të marrësh, nga më të lirin deri më të shtrenjtin e ka. E kanë ato aromën e rëndë. Kurse kjo e kakaos duket si mus. Si një ëmbëlsirë. Mos e neglizhoni përdoreni në shtëpi, pra në vend të shtoni lëkurës disa kimikate më tepër, shtojini një lugë kakao tek kremi që përdorni për hidratimin e lëkurës dhe do të vëreni, ndoshta nuk do të jetë edhe njerëz siç e tham nxirja po aq e fortë sa një krem nxirës që e përdorni ju zakonisht, po do të jetë një teksturë më e lehtë, më e ëmbël dhe shumë natyrale mbi të gjitha. Kjo është kryesorja. Pra, skrapi pari dhe më pas hidratanti me efektin vetë nxirës.